I bekuar është ai që vjen në emrin e Zotit. Por lumturi, hierarkët e shenjtë, të nderuar përfaqësues të komuniteteve fetare, deputetë, drejtues të pushtetit vendor, autoritete, miq dhe të ftuar, vëllezër dhe motra më Krishtit. Sot me bekimin dhe mëshirën e Trinisë së Shenjtë të Njëqeshme dhe të Pandarë, me vlerësimin dhe zgjedhjen e sinodit të hierarkisë të Kishës Ortodokse Autokefale të Shqipërisë, kemi nderin dhe gëzimin të jemi dëshmitarë të fronëzimit të bariut të ri të mitropolisë të shenjtë dhe perëndishpëtuar të Korçës, Imzot Anastasi. Një ditë e shenjtë për mitropolinë tonë, sepse mëshira e Zotit na dhuroi një bari të ri shpirtëror, një drejtues dhe një atë, që me bekimin e Kishës dhe me veprimin e shpirtit të shenjtë ngjitet në fronin e mitropolitit, ditë të hiri, gëzimi dhe frymëzimi për Kishën, dioqezën, qytetin dhe të gjithë besimtarët. Shkrimi i shenjtë na kujton se bariu i mirë jep jetën për delet e tija. Kjo është thirrja dhe misioni juaj, të cilin merrni sot mbi supe, të jepni jetën tuaj për grigjen e Krishtit, jo si zotërues mbi trashëgimin e Perëndisë, por si shembull për atë dhe si atë. Kujdesuni për veten dhe për grinjët, mbi të cilën fryma e shenjtë ju vendosi episkop, që të baritoni Kishën e Perëndisë, të cilën ai e fitoi me gjakun e tij. Kjo është thirrja dhe misioni që ju sot merrni përsipër. Shën Joan Gojarti na thotë, detyra e episkopit është më e rëndë se çdo pushtet toksor, sepse ai kujdeset jo për trupin, por për shpirtin e njeriut që ka vlerë më të madhe se e gjithë bota. Edhe vazhdon, shpirtrat e njerëzve janë thesaret më të mëdha dhe episkopi është kujdestari i tyre përpara Perëndisë. Kjo fjalë e etërve na kujton rëndësinë e detyrës tuaj. Me këtë frymë, ne e shohim fronëzimin tuaj jo si një privilegj, por si një kryq, si një thirrje shërbimi dhe përullësie, që kërkon dashuri, urtësi dhe guxim shpirtëror. Shën Cipriani Kartagjenës shkruan, episkopi është tek Kisha dhe Kisha është tek episkopi. Kush nuk është me episkopi nuk është me Kishën. Kjo e vërtetë na jep sigurinë se prania juaj baritore do të bëjë mitropolinë të qëndrojë e fortë dhe e bashkuar dhe e rënjosur në besimin ortodoks. Me fronëzimin tuaj ne ndjejmë praninë e gjallë të Kishës, e cila na bashkon të gjithëve rreth Krishtit. Ju vini mes nesh jo si një sundimtar, por si një shërbëtor i Ungjillit, si mësues i së vërtetës dhe si një atë shpirtëror, që do drejtojë popullin e Perëndisë drejt shpëtimit. Shën Ignati Antiokhis shkruan, pa episkopi nuk ka Kishë, dhe në një tjetër vend tek son, kush ndjek episkopin, ndjek dhe nderon atin që ka dërguar. Sot, duke ju mirëpritur në fronin e mitropolitit, ne ndjejmë praninë e gjallë të Kishës në mesin tonë, sepse episkopi është ikona e dukshme e Krishtit. Ju vini si bari, si atë, si mësues shpirtëror dhe si shpallës si dashurisë të Krishtit. Në emër të gjithë klerikëve dhe të popullit besimtar, ju shprehim urimet më të përzemërta dhe përshëndetjet më të ngrohta. Ju presim me dashuri dhe me besim dhe me shpresën se në udhëheqjen tuaj mitropolia jonë do të vazhdojë atë rrugë që Kisha na mëson dhe që paraardhës si juaj, fortëlumëria e tij Imzot Johani ka ndërtuar, duke u treguar dhe ju një vazhdues i denjë i misionit tuaj episkopal, në besim, në unitet dhe në dashuri. Lutemi që shërbesa juaj të udhëhiqet gjithmonë nga drita e frymës të shenjtë me urtësi, dashuri dhe përkushtim ndaj të vërtetës të Ungjillit. Ju sigurojmë thirrësi se do të gjeni gjithmonë mbështetjen dhe bashkëpunimin e sinqertë nga kleri dhe populli i kësaj mitropolie. Do të jemi krah jush si bashkëpunëtorë në vreshtin e Zotit, që fjala e Ungjillit dhe dashuria e Krishtit të ndriçojnë. Në këtë ditë soleme, lutja jonë është që Perëndia t'ju japë urtësi, forcë dhe durim në çdo sfidë, që fronëzimi juaj të jetë bekim për qytetin, për vendin dhe për gjithë Kishën. Urojmë Zotit t'ju japë shëndet, ditë të gjata dhe shërbes të frytshme. Lutja jonë sot është që Perëndia i gjithëmëshirshëm t'ju japë urtësinë e Shën Vasilit,
dashurinë e Shën Nikolës, guximin e Shën Athanasit, durimin e Shën Joan Gojartit dhe ndriçimin e etërve, që të drejtoni me frymë atërore gringjën që sot ju besohet, dhe shërbesa juaj të jetë gjithmonë në përlavdit të Perëndisë dhe për shpëtimin e shpirtrave. Me fjalët e psalmistit, shko pyet dhe kur tek ajo të ato më ngushëllojnë, do të doja irësi në emër të gjithë të popullit dhe klerit, t'ju japim të shko baritor, për të drejtuar me dashuri dhe për të gjykuar me dëmshuri. Axios, idej.